Kriza presidenciale në Kosovë, ku kuvendit dështon të zgjedh presidentin dhe vendi shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme, nuk është thjesht një debat i brendshëm politik. Pas kësaj krize qëndrojnë interesa të qarta gjeopolitike dhe Serbia është ndër aktorët që përfiton më shumë nga ky destabilizim i qëllimshëm. Inteligjenca serbe dhe rrjetet e lidhura me Beogradin kanë investuar sistematikisht në media dhe influencues brenda Kosovës. Qëllimi është i qartë dhe i dokumentuar në modele të ngjashme të ndërhyrjes së jashtme në demokraci të tjera. Financohen media opozitare që amplifikojnë narrativa kundër qeverisë Kurti, paguhen individ të veçantë, analist, gazetar, politikan të vegjël, për të krijuar imazhin e një shteti në kaos, ndërsa platformat sociale përdoren si mjet për të përhapur dezinformata rreth performancës së institucioneve kosovare. Narrativa e dështimit shtetëror paketohet me kujdes dhe eksportohet drejt audiencave ndërkombëtare, pikërisht atyre që votojnë në forume ku statusi i Kosovës ende diskutohet. Zgjedhjet e parakohshme krijojnë një vakum institucional prej disa muajsh, gjatë të cilit negociatat Kosovë-Serbi ngecin ose prishen tërësisht, zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare vonohet dhe presioni mbi Serbinë për asociacionin dhe marrëveshjet e tjera zbehet ndjeshëm. Ky vakum nuk është aksident. Është produkti një strategjie të mirë menduar. Serbia e di se çdo muaj pa qeveri stabile në Prishtinë është një muaj fituar në tryezën e negociatave. Albin Kurti mbetet zyrtari kosovar që ka refuzuar me vendosmëri më shumë kërkesa serbe se çdo lider tjetër pas pavarësisë. Ai refuzoi asociacionin e komunave serbe me kompetenca ekzekutive, largoi strukturat paralele serbe nga veriu i vendit, bllokoi dinarin serb si mjet kontrolli financiar mbi popullsinë kosovare dhe prezantoi planin 10 pikësh për normalizim të plotë të marrëdhënieve. Për Serbinë, largimi i Kurtit nga pushteti nënkupton kthimin në tryezë me një palë kosovare më të dobët, më të fragmentuar dhe më të gatshme për kompromise që dëmtojnë sovranitetin e vendit. Rrjetet serbe operojnë brenda Kosovës nëpërmjet një mekanizmi të hollë por efektiv. Politikan opozitar të ndikuar votojnë kundër zgjedhjes së presidentit, jo nga bindja politike, por nga interesi financiar. Analistët të paguar ndërtojnë opinion publik kundër qeverisë nëpërmjet mediave të financuara nga jashtë. Influencues në rrjete sociale amplifikojnë çdo tension dhe çdo ndarje. Biznese me lidhje të fshehta financiare me Beogradin mbështesin fushata destabilizuese. Ky rrjet nuk operon me urdhra direkte dhe të dukshme, operon me interesa financiare dhe narrative të përbashkëta, gjë që bën zbulimin dhe ndëshkimin e tij shumë më të vështirë. Serbia në forume ndërkombëtare ka argumentuar vazhdimisht se Kosova nuk është shtet funksional. Çdo krizë politike kosovare i shërben drejt për së drejti kësaj narrative përpara OKB-s, BE-s dhe vendeve që ende nuk e njohin pavarësinë. Instabiliteti i zgjatur ripërdoret si argument për rishikimin e marrëveshjes së Ahtisarit dhe si provë se pavarësia e Kosovës ka qenë gabim historik. Ndërkohë, Kosova nën krizë institucionale nuk mund të avancojë në antarësime ndërkombëtare, në partneritete sigurie me NATO-n apo në konsolidimin e pozitës së saj si shtet i plot evropian. Qeveria Kurti ka ndërmarrë hapat më konkret dhe më të guximshëm kundër ndikimit serb që nga pavarësia. Çmontoi strukturat paralele në veri, bllokoi financimet nga Beogradi për institucionet ilegale, insistoi në reciprocitet të plot në çdo marrëveshje, bashkëpunoi me KFOR dhe EULEX kundër strukturave kriminale me lidhje serbe. Dhe komunikoi në mënyrë agresive e të dokumentuar në arenën ndërkombëtare, duke ekspozuar sjelljen serbe. Pikërisht kjo e bën Kurtin pengesën kryesore dhe pikërisht kjo shpjegon pse Serbia investon kaq shumë në rrëzimin e tij nëpërmjet mjeteve jo ushtarake. Bllokada presidenciale dhe rruga drejt zgjedhjeve të parakohshme nuk duhet lexuar vetëm si krize brendshme, ajo duhet lexuar si produkt i pjesshëm i një strategjie serbe të financuar, të koordinuar dhe të ekzekutuar nëpërmjet aktorëve vendas. Çdo ditë pa president, çdo javë pa qeveri stabile,
Çdo zgjedhje e re që fragmenton dhe lodh skenën politike kosovare është fitore strategjike për Beogradin. Kosova ka nevojë për stabilitet institucional, jo vetëm si interes i brendshëm, por si mbrojtje domosdoshme ndaj një ndërhyrjeje të jashtme që nuk pushon dhe që nuk ka ndërmend të ndalojë.